Ju falenderojmë mirë që erdhët për shqetësim që kemi ne si banor. Unë fakt jetoj me i lagje tjetër Zenelas. Po kjo su mor vesh, nga robi që e Kastile, organizuar, po në atë shatë ku banoj unë, le në erdi natën flaka, po s'patëm as i farndime, as zjarë fikse, as helikopter, as gjepegje. Erdi ju ushtria, rrinin zatë lumit atje, edhe as ndërhyn fare që të ashu për... Qatë të mun, hajde po deshtë hajde filmoni ande, s'ka ngellur gjame, komplet. Janë ndjekur me rush, me ullime, mua më do gjënë ca bakti. Shumë jo, po aqë, kisha mundësi unë, për mua ishin shumë ato. Po një 5 kokë nga to racat, një 6 kokë me shpëtuan, se unë ilqova tikja me ticë që janë lumë të dilja me fshat më tanë. Ato shkputë se malë si kënatën. Qa të mu? Që ato kishë për veshpirë. Atë ke prunë në tatën. Po që bëjme? Aqë mundësi kemi. Në ndjekur ca arë, ca ullinë, ca... Të më dhënë ti sot me qatë të ndërtosh jetën, që do shtysh për para. Po qarë, këtu ka marruar fare, atje ca kshinikur atje ku banoj unë. Edhe ca u tremën nga zjarri me ike se janë ndjekur dhe atje dy shpi. Ju falenderojmë që erdhët për shqetësim që e shujta. Po, të vi zjarri nga maje malit. Dëven të borrit që themi ne për 24 orë shteti Masajir kjo, mua më duket që organizuar. Pra ti thua të shteti po të kishte reaguar? Po, ka rënë vit për vit zjarë atje në të fshatë ku mori, po ka qenë blokosh. Kurse si vjetë e langshua ta pas qefit. Morën dhe njerëzit i mori ushtria i vuri për para, edhe e lanë zjarën beri qardeshi. Ju falemderit juve. Zjarë dhe ne qenë zjarë në ko.